Një skenë që për shumë kënd tingëllon si paradoksi më i madh i politikës shqiptare u pa mbrëmjen e së në Tiranë, ku kryeministri Edi Rama dhe bashkëshortja e tij Linda Rama shtruan një iftar të madh në Pallatin e Kongreseve. Në iftar të pranishëm ishin pushtetar hajdut, biznesmen të tepsisë së tenderave, gazetar të oborrit të pushtetit, mohues të Zotit, madje edhe pjesëtar të komunitetit LGBTQ. Një përzierje që e bën edhe më ironike retorikën morale që u dëgjua në sallë, në një vend ku skandalet me korrupsion, aferat publike dhe akuzat për grabitje të pasurisë së përbashkët janë bërë rutinë, pamje politikanëve që mbledhin duart për lutje në një sofër iftari, nuk mund të mos ngjall një dos të fortë ironie. Gjatë fjalës së tij Rama përdori referenca nga feja dhe filozofia, duke përshkruar sofrën e iftarit si një vend ku bashkohen njerëzit, besimet dhe universi. Por jashtë sallës së ndriçuar të pallateve të kongreseve, realiteti i Shqipërisë mbetet krejt tjetër. Qytetarë që përballen çdo ditë me vështirësi ekonomike, të rinj që largohen masivisht nga vendi dhe një listë e gjatë skandalesh që prej vitesh rëndojnë mbi politikën shqiptare. Dhe pikërisht këtu lind kontrasti që shumë qytetarë shohin si hipokrizi. Të njëjtët njerëz që përmenden vazhdimisht në akuza për abuzime me pushtetin, shfaqen për disa orë si predikues morali dhe uniteti, duke cituar libra të shenjtë dhe filozof. Për shumë shqiptarë natyrshëm lind kjo pyetje: a mjafton një darkë iftari dhe disa citime filozofike për të larë ndërgjegjen e një klase politike që prej vitesh akuzohet për korrupsion dhe shpërdorim pushteti? Sepse në Shqipëri ndodh shpesh që kur vijnë festat fetare, politikanët kujtohen papritur për Zotin, moralin dhe unitetin, ndërsa pjesa tjetër e vitit qytetarët mbeten vetëm përballë realitetit që ata vetë kanë ndërtuar.